Mjeku më i vjetër japonez, hani këto çdo ditë dhe do jetoni deri në 100 vjeç. Në kulturën japoneze, jetëgjatësia është një nga aspektet më të admirueshme dhe shumë studiues janë përpjekur të zbulojnë sekretet e tyre të shëndetit të gjallë. Një nga doktorët më të vjetër japonez ka ndarë disa këshilla të thjeshta për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme, duke theksuar rëndësinë e një diete të ekuilibruar dhe të pasur me përbërës të veçantë. 1. Ushqimet fermentuara, çelësi i shëndetit të mirë. Japonezët konsumojnë rregullisht ushqime të fermentuara si miso, natto dhe kimchi, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e një sistemi tretës të shëndetshëm. Këto ushqime përmbajnë probiotik natyral që forcojnë imunitetin dhe ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve. 2. Peshku i pasur me omega-3. Dieta japoneze përmban shumë peshk, veçanërisht salmon dhe ton, të cilët janë burime të pasura me acide yndyrore omega-3. Këto yndyra të shëndetshme ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, mbrojnë zemrën dhe përmirësojnë funksionin e trurit. 3. Çaji i jeshil, eliksiri i rinisë. Një nga pijet më të njohura në Japoni është çaji i jeshil, i cili përmban antioksidantë të fuqishëm si katekinat, që ndihmojnë në luftimin e qelizave kancerogjene dhe përmirësojnë metabolizmin. Studimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë rregullisht çaj jeshil kanë një rrezik më të ulët të sëmundjeve kronike. 4. Soja dhe derivatet e saj. Produktet e sojës si tofu dhe edamame janë pjesë thelbësore e dietës japoneze. Ato janë të pasura me proteina bimore dhe përbërës bioaktiv që ndihmojnë në ruajtjen e një ekuilibri hormonal dhe zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. 7. Aktiviteti fizik dhe qetësia mendore. Përveç dietës së shëndetshme, japonezët janë të njohur për një mënyrë jetese aktive. Ata ecin shumë, praktikojnë yoga dhe meditimin, duke reduktuar stresin dhe duke përmirësuar mirëqenien mendore. Përfundim, nëse doni të jetoni gjatë dhe të shëndetshëm, ndiqni këto zakone të thjeshta nga japonezët. Duke përfshirë ushqimet e duhura në dietën tuaj dhe duke pasur një mënyrë jetese të ekuilibruar, mund të rrisni ndjeshëm shanset për një jetë të gjatë dhe cilësore. Në barkut ekspertët theksojnë se sekreti i humbjes së përhershme të peshës nuk lidhet me numërimin e vazhdueshëm të kalorive, por me rregullimin e urisë dhe të gjumit, djegjen e yndyrës dhe shmangjen e dëshirave. Hulumtimet kanë treguar se ora biologjike që organizohet kur merr mesazhe të gabuara, duke rezultuar në konsumimin e ushqimeve të gabuara. Megjithatë, nëse arrini të rregulloni orarin e gjumit dhe të ngrënies, mund të humbni edhe dhjamin e barkut. Një frut që mund të kontribuojë në këtë proces janë qershit. Qershit janë një burim bimor i melatoninës, hormonit të gjumit. Edhe pse nuk ka asnjë provë se ato do t'ju ndihmojnë të flini më lehtë, hulumtimet kanë treguar se ushqime të tilla, si bananet, mund të rrisin nivelet e melatoninës në trupin tuaj. Pra, jo vetëm që ju ndihmon të flini, por është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm, i cili mund të çojë në humbje peshë. Kërkimet shkencore kanë treguar se qershit kanë veti shëruese. Përmbajtja e tyre e lartë e hekurit ndihmon me anemin, ato përmbajnë kripëra minerale që lehtësojnë dhimbjet reumatizmale dhe kontribuojnë në uljen e lodhjes dhe zgjatjen e përpjekjeve muskulare. Qershit veprojnë si një detoksifikues për mëlçin dhe fshikëzën e tëmthit dhe për trupin në përgjithësi. Ato janë tretëse, diuretike dhe kanë veti antiseptike. Fruti që do t'ju ndihmoj të digjni dhjamin e barkut, sekreti për një bel më të hollë. Nëse jeni duke kërkuar një mënyrë natyrale për të humbur dhjamin e barkut, atëherë ka një frut që mund të bëjë mrekulli për trupin tuaj. Ky frut jo vetëm që përshpejton metabolizmin, por gjithashtu ndihmon në djegjen e yndyrave dhe përmirëson tretjen, duke ju ndihmuar të arrini një bark më të sheshtë në një mënyrë të shëndetshme. Cili është fruti magjik për djegjen e dhjamit? Një nga frutat më të fuqishme për humbjen e dhjamit të barkut është grapefruti. Studime të shumta kanë treguar se grapefruti ndihmon në djegjen e yndyrave dhe rrit metabolizmin, duke ndihmuar trupin të përdorë më shumë kalori gjatë gjithë ditës. Ky frut është i pasur me vitaminë C, fibra dhe antioksidantë, të cilët përmirësojnë tretjen dhe ndihmojnë në eliminimin e toksinave nga trupi. Si ndihmon grapefruti në humbjen e peshës? Përshpejton metabolizmin. Lëndët ushqyese në grapefrut ndihmojnë trupin të përpunojë më shpejt ushqimet dhe të përdorë energjinë në mënyrë më efikase.
Redukton ndjenjen e urisë. Grapefruiti ka një indeks të ulët glicemik, duke ndihmuar në mbajtjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe duke ju bërë të ndiheni të ngopur më gjatë. Pastron trupin nga toksinat. Përmbajtja e lartë e fibrave ndihmon në pastrimin e sistemit tretës dhe eliminimin e toksinave që mund të ndikojnë në shtimin e peshës. Ndihmon në djegjen e yndyrave. Përbërësit bioaktiv në këtë frut ndihmojnë në prishjen e qelizave dhjamore dhe në largimin e tyre nga organizmi. Si ta konsumoni grapefruitin për rezultate më të mira? Mëngjes. Hani gjysmën e një grapefruiti para mëngjesit për të përmirësuar tretjen dhe për të nisur ditën me energji. Para vakteve, një gotë lëng grapefruiti 30 minuta para ngrënies ndihmon në reduktimin e kalorive që konsumoni. Si snack gjatë ditës, në vend të ushqimeve të pashëndetshme, konsumoni një grapefruit të freskët për të mbajtur nën kontroll urinë dhe për të shmangur konsumimin e tepërt të kalorive. A ka ndonjë efekt anësor? Edhe pse grapefruiti është i shkëlqyer për humbjen e peshës, duhet të keni kujdes nëse jeni duke marrë ilaçe, pasi mund të ndërveprojë me disa medikamente. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse keni ndonjë shqetësim. Përfundimi, nëse dëshironi të humbni dhjamin e barkut në mënyrë natyrale, grapefruiti mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira për dietën tuaj. Kombinojeni me një mënyrë jetese të shëndetshme, aktivitet fizik dhe një dietë të ekuilibruar, dhe rezultatet nuk do të vonojnë.